Nëse ne urnum që të respektojmë prindrit jo besimtar, të nderojmë ato, ama mos të ndëgjojmë shirk dhe në kufër, çka mendon për atë prind të cilën Allahu Azza wa Jalla i ban 5 vakt namaz, e pastaj i runa Zot, a që i dheru me prind fëmit e ti ashtë që ndoshta ban dua kundra fëmijës atij. Çfarë mendoni për atë që jeton në shtetin tonë? Telefonojnë prindrit dhe thojnë a ban me helmu djalin, a ban me mbyt djalin. Prindër, a ban me mbyt djalin. Kjo nuk ka ndodhur as në Zvicër, as në Japoni, as në Kinë. Kjo ka ndodhur në Maqedoni. Prindër, nuk nxomon mëngjes dhe mbrëmje, që nëse mendojmë se e kena një lutje të pranuar, thonë, o Zot, merja shpirtin këtij hajrësëzit. Këtë mërshme. Fëmijët ta çajnë s'kan për me ngëron, ki tha edhe ka fshatën e Bukës ja merr fëmijëve kejtëve na ka shti një hipotekë, na ka qit në rrugë. Drogë, armë, çdo dreç në ta. Dhe me i thamë atyre paraqit e polici, tha bashkëpunoj me ato që dhët vetë. Ato janë punëtorë, ato logjistika e atynëve. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, s'ka mundësi njeriu ta arrin razin Allahut, nëse s'ka arrit ta arrin razin e prindërve.